Isleva Shahu përqafon për herë të parë foshin e saj Ambla. Ky është bebi jot, të të rojnë e të gjarë. Ambla mami, shpirt. Ambla erdhi në jetë në orën 12:05 pas mesnate dhe është foshnja e parë e lindur në vitin 2016 në maternitetin Mbretëresha Geraldine. Lindja është bërë me prerje cezariane dhe mjekët e këtij materniteti ja dolën suksesshëm në këtë ndërhyrje. Nëna dhe foshnja gëzojnë shëndet të plotë. Isleva në pak minuta pas lindjes shpreh emocion dhe kënaqësinë e ndjesisë së nënës. S'pari urime për lindjen e vajzës tuaj. Faleminderit. Është lindja juaj e parë? Po, lindja e parë. Sa ju gëzojnë pak ardhen e vajzës? Të them e lumtur është pak. Ambla ka lindur 3 kg e 500 gram. Mjekja pediatre Lumnie Dodaj thotë se është një peshë normale. Për vitin 2016, fëmia i parë është i seksit femër, që ka lindur me sekse cezare, me peshë 3,550 cm i gjatë dhe gëzon shëndet të plotë. Si shkoi lindja? Lindja shkoi shumë mirë. Lindja ka sjellë gëzim për familjen Shahu, të cilët kanë festuar në maternitet ndërimin e viteve, dhe stafi mjekësor i këtij spitali e ka bërë këtë moment edhe më të këndshëm me dekorin festiv dhe pemën e vitit të ri. Në orën 1:40 në maternitetin Koço Glozheni ka ardhur në jetë një djalë. Sipas mjekëve, foshnja dhe nëna gëzojnë shëndet të plotë.